Në këtë ushtrim kërkohet të vërtetojmë që katërkëndshi mysët ABCD është paralelogram nëse AB-ja është paralele me CD dhe këndi A është kongruent me këndin C. Ndërtojmë një katërkëndsh ABCD tek I cili po ilustrojmë të dhënat e këtij ushtrimi. Kështu na thuhet që AB-ja paralele me CD, që po e paraqitim dhe në figurë, gjithashtu bëhet fjalë dhe për këndet A dhe C që janë kongruent, pra po tregojmë se ku ndodhen këta kënde në figura jonë. Kërkohet të vërtetojmë që ky katërkëndsh ABCD është paralelogram. Fillimisht ndërtojmë drejtën AC, një pjesë e cilës është diagonale këtij katërkëndshi, dhe përqendrohemi tek lidhja që krijohet midis brinjës AB, brinjës DC dhe drejtës që sapo ndërtuam. Pra, fshim elementet e tjerë të figurës për të përqendruar më tepër tek kjo lidhje. Kemi dy drejtëza AB dhe CD, të cilat janë paralele me njëra tjetrën dhe këto drejtëza ndërpriten nga një prerse. Normalisht që krijohen dy kënde ndërues të brendshëm që kanë masa të njëjta dhe po shënojmë këtë masë me X. Këtë element të zbuluar e futim tek figura jonë dhe vazhdojmë më tej arsyetimin. Pra, kemi këndin A që ka masë të njëjtë me këndin C. Një pjesë e këndit A është X, gjithashtu një pjesë e këndit C ka masën X. Në qoftë se prej këndeve të barabartë, sa I përket masës, heqim masat barabarta, ato çfarë mbeten, pra janë me masa të njëjta. Kështu që bëhet fjalë për dy kënde të tjerë që gjenden me kulmin A dhe me kulmin C, pikërisht DAC-ja dhe BCA-ja, të cilat nga arsyetimi që bëm pak më parë, duhet kenë masa të njëjta dhe pikërisht masën e këtyre këndeve të rinj po e shënojmë me Y. Atëherë vazhdojmë arsyetimin duke shfrytëzuar pikërisht këtë element që sapo zbuluam. E thjeshtojmë disi figurën për të qenë më të qartë, dhe këtu kemi dy drejtëza AD-n dhe BC-n që ndërpriten nga një prerse, formojnë kënde ndërues të brendshëm të cilët kanë masa të njëjta. Rrjedhimisht, për këto drejtëza themi që janë paralele me njëra tjetrën. Shkruajmë pikërisht këtë element të sapo zbuluar dhe I rikthehemi figurës tonë, ku tashmë kemi një katërkëndsh ABCD tek I cili kemi zbuluar që brinjët e kundërta të tij janë 2 nga 2 paralele. Duke shfrytëzuar teoremën që na thotë se katërkëndshi që ka brinjët e kundërta 2 nga 2 paralele është paralelogram, ne arrim në përfundimin që katërkëndshi që po shqyrtojmë, pra katërkëndshi ABCD, është një paralelogram. Pra kemi vërtetuar atë çfarë kërkohet në këtë ushtrim. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 I shtëpisë botuese Pegi, me autor Edmond Lulja dhe Neritan Babamusta.